kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, uroi të gjithë besimtarët musliman dhe shqiptarët kudo që ndodhen, duke e cilësuar këtë festë si një moment reflektimi shpirtëror, sakrifice dhe afrimi me Zotin. Gjatë mesazhit të mbajtur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mijëra besimtar morën pjesë në faljen e namazit të Bajramit, ai theksoi se Kurban Bajrami mbart vlera të thella njerëzore dhe fetare, duke kujtuar shembullin e profetit Ibrahim dhe besimin e tij të palkundur ndaj Zotit. Sipas tij, kjo festë i fton njerëzit të largohen nga urrëtia, egoizmi dhe indiferenca, duke ndërtuar më shumë mirëkuptim, dashuri dhe solidaritet mes njëri tjetrit. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë vendosi theks të veçantë edhe te kujdesi ndaj familjeve në nevojë, të moshuarve, jetimëve dhe personave që përballen me vështirësi ekonomike apo probleme shëndetësore. Ai apeloi që atmosfera e festës të shoqërohet me ndihmë konkrete dhe mbështetje për ata që kanë më shumë nevojë. Në fjalën e tij, ai u shpreh se vlerat e Kurban Bajramit nuk maten me pasurinë materiale, por me mirësinë, humanizmin dhe dashurinë që njerëzit ndajnë me njëri tjetrit. Një vizitë tek prindërit, një fjalë mirë apo një gest solidariteti sipas tij janë elementët që forcojnë lidhjet njerëzore dhe harmoninë në shoqëri. Ai ndaloi gjithashtu tek bashkëjetesa fetare në Shqipëri, duke e cilësuar harmoninë ndërfetare si një nga vlerat më të çmuara të vendit. Sipas tij, bashkëjetesa mes besimeve të ndryshme është një trashëgimi që duhet ruajtur dhe përcjell me krenari brez pas brezi. Në mesazhin e tij, kreu i komunitetit musliman foli edhe për sfidat që po kalon bota, si luftërat, varfëria dhe krizat shpirtërore, duke theksuar se besimtari duhet të mbetet gjithmonë në anën e paqes, shpresës dhe mirësisë. Në përfundim, ai uroi që Kurban Bajrami të sjellë më shumë paqe, begati dhe harmoni në familjet shqiptare, ndërsa përcolli urime të veçanta edhe për besimtarët shqiptar që ndodhen në Mekë dhe Medinë për kryerjen e ritualit të haxhit. Së pari dua të them që gëzuar gjithë shqiptarëve këtë ditë të bukur, ditë feste, dita e Kurban Bajramit, dita e solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit. Kjo festë këtë simbolizon. Dhe feja jonë islame gjithmonë na mëson që të jemi pranë njerëzve në nevojë dhe të lëmë me një anë gjitha gjërat e këqija dhe të orientohemi ke e mira, ke e bukura, ta duam njëri tjetrin për hatër të Zotit, për hir të Zotit, dhe të bëjmë punë të mira për shoqërinë tonë, për vendin tonë, për rininë tonë, e cila është e ardhmja jonë. Kurban Bajrami simbolizon profetin e madh, siç është Ibrahimi a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, kur u sprovuan nga Zoti, që Zoti donte të vendosë një normë njerëzore, solidaritetin. Ai u sprovua me djalin e tij që do ta therte për kurban, por Zoti nuk dëshiron që të thehet njeriu, përkundrazi, dëshironte që Zoti të vendosë një rregull që njerëzit të hapin zemrat e tyre, të zgjatin duart e tyre dhe të zgjerojnë shpirtin e tyre për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe në përgjithësi.